Kthehemi me pamje në 13 qershorin në Theran Golden Eagle Lylli Apollonia 41-33, pra Therandasi dhe Fjerakët, dy skuadra që po luftojnë për pozitën e parë në grupin B aktualisht. Golden Eagle Lylli i ka 2 fitore e 2 humbje. Pra kjo është ndeshja e 5 e tyre të fundit, do ta zhvillojnë kundër Vllaznis, para se pra këto njëra prej këtyre 2 skuadrave do të zhvilloj edhe ndeshjen e 6 Apollonia kundër Go+PS në betejë për kualifikim në Final Fourin, i cili si vjet do të mbahet në Tiranë me 25 dhe 26 mars. Aktualisht janë duke zhvilluar 2 ndeshjet. Ndeshja tjetër ndërmjet Vllaznis dhe Go+PS ka përfunduar në Qazim Dervishi në Shkodër me fitoren e thellë të Go+PS me rezultat 93-70. Në ndeshje fantastike e Koan Brejsit me 30 pike, 6 asistime, fantastik ka qenë Brejsi. Arti Hajdari, kapiteni sonte, edhe ai një lojë fenomenale, 23 pike, 5 kërcime. Caesar Edwards po vazhdon me lojrat e tij, gati double-double, 15 pike, 9 kërcime për një fitore të rëndësishme të Go+PS, e cila pra kështu e ka shënuar edhe fitoren e dytë dhe po kërkon një rast e gjas për të kualifikuar edhe në Final Four. Do të jetë shumë interesant nëse Apollonia pëson disvat sonte dhe nga Go+PS, atëherë edhe Vllaznia pëson nga Golden Eagle Lylli. Të gjitha skuadrat në fund do t'i kenë nga 3 fitore e 3 humbje, e në atë rast do të shikohet koshaverazhi. Shumë interesant ka me qenë në grupin B në fund. Në anën tjetër, në grupin A, tashmë Beslidja e ka garantuar kualifikimin me 6 fitore të shënuara. Në anën tjetër, pra Vllaznia dhe Bora janë tërhekur nga garat faktikisht, dhe Beslidja e Teuta do të janë kualifikuar tashmë si skuadra në Final Four. 2 ekipe nga Shqipëria. Do të shohim nëse në fund nga grupi B do të kualifikohen edhe 2 skuadra nga Kosova. Në të kaluarën, pra në 4 edicionet e kaluara faktikisht Final Fourat ishin kryesisht me skuadra nga Kosova. Të 4 kampionët janë nga Kosova. Golden Eagle Lylli fituesi edicionit 2020-21, pra edicionit të parë historik që përkon edhe me trofeun e parë në histori të klubit të Yllit, pra 2021-ën, pastaj PEA 2022-ën, 23-ën nuk është zhvilluar sezoni, anullu 24-ën Trepçe dhe vitin e kaluar Vllazimi Gjakovës fitoi atë finalen fantastike dhe dramatike kundër Sigal Prishtinës. Adem Okoja në sekondën e fundit tenton atje, nuk shënon pranë Lis Shoshit, e mbyll mirë Lisi. Mbetet rezultati ai pjesës së parë 41-33. Vjen edhe epërsia e parë dyshifrore sonte. Kjo është epërsia më e thellë deri tash prej 10 pikëve. Jackson. Ka shohim atje, Breon Pass është debutimi i transferit të ri. Breon Pass për Arjan Qallakun. Arjani atje me Lisi nga një pozitë vështirë, tenton, nuk realizon, Artingashi lufton, e goditi në kokë atje Bates, Rëshqet Bates, e humb pak kontrollin.
tenton mja vjedh topin Artin Gashi, I bën presion, topi për Jacksonin, lëvizje e bukur, mashtruese Isaiah Jacksonit, e dërgon atje Breon Passin në një anë. Bamford, sonte nuk po jep shumë zor Bamforti, tentimi I tij për 3 pik, nëse zgaboj është ky tentimi I 4 I tij, po asnjëherë nuk e ka dërguar te vendi, 0 pik të Bamfortit. Kërkon atje blokun anash dhe pick and rollin. Adem Okoja tenton për treshe edhe një. Bamford në anën tjetër ishte I vetmuar Qallaku, por Bamforti nuk e pa. Artini me pick and roll, tani për Artinin atje, bukur, shpejt lëviz topi, Breon Pass, mbrojtje e mire Isaiah Jacksonit, megjithatë Breon Pass për mrekulli, I shmangët prapa, me hap prapa me fade away për 45-36. Foul I Lisit. Është kjo personalja e tretë e Lis Shoshit. Donata Sabeckis e thiri pak olmos me njerë me in loj, tepër I shpejt është, me të vërtet lojtar shumë I falenderueshëm, me fanel stërvitore të shutit atje hiri në loj. Tentim për 3 pik I Holtit, I pas qeshëm topi I kthehet Odise Shkurtit, ja vjedh Holt për mrekulli topin atje, mirë po, edhe bon jashtë. Kërkon time out trajneri Christos Kusidis. Pas 3 minuta 41 sekondave loj. 9 pik të Isaiah Jacksonit, I cili ka dhe 4 kërcime 3 asistime, lojtari më I dobishëm I skuadrës së Apollonis. Nga 7 pik I kanë Odise Shkurti dhe Adem Okoja nga pjesa parë, ndërsa me kontributin e tij prej 6 pikve, 7 kërcimeve e 1 blokade mbetet Jalen Bates. Ndërsa në anën tjetër tek Golden Eagle Ylli me 11 pik, më efikasi deri tash Breon Pass, lojtari I parë në këtë duel I cili ka realizuar pik 2 shifrore. 2 shtatçet vijnë nga Ximorina dhe Josh Gray. 7 pik, 8 pike ka Erioni, Kastrati. Pra, ju rekujtoj edhe njerë, si vjet në grupin A, ka ngaruar Bestlidhja, Teuta, Vllaznimi dhe Bora nga Kosova. Tashmë garat në këtë grup kanë përfunduar pasi Bora është tërhekur. Bora dhe Vllaznimi faktikisht u tërhoqën dhe në 2 vendet e para, pra në Final Four shkojnë Bestlidhja dhe Teuta. E në grupin B po bëhet interesant, tash paraprakisht ndeshja e cila u zhvillua në Qazim Dervishi në Shkodër mes të Go Plus 5 dhe Vllaznisë, përfundojnë me rezultat të thellë prej 93-70 me çka Go Plus 5 në fund të edicionit të Ligës Unike I ka dhes turbinat, opala, blokad atje, ja teron Lis Shoshi Holtit. Bamford kërkon nga Sabeckis atje, lufte Sabeckisit. Holt ja vjedh këtë top, por edhe Bamford dhe ja atje dan nga dale, si në slow motion, realizon për përsin e parë për 11 pikve. Për herë të dytë përsi 2 shifrore, 43-33 ishte pak më herët.
E kjo prej plus 11 është më e larta deri tash. Jackson, ufa, bukur atje, po kompliko dhe në fund Jateron Sabeckis, Lis Shoshi, bukur atje. Herën e parë e huq për Adem Okojës, herën e dytë e përmirëson për plus 13. 8-3 në këto 5 minutat e para për Yllin, i cili shkon në plus 13. Shkurti, dhe për tënë atje bukur, për mrekulli. Sabeckis dhe a është fall në sulm, po. Donata Sabeckis ishte i pavëmendshëm aty, e shtyu e përdori, po. Ishte me të dy këmbët i vendosur atje Isaiah Jackson, e bajt me shnet këte personale Sabeckis, 49-36. Tash në grupin B, pra Apollonia, aktualisht me 3 fitore, 1 humbje, është lidere. Golden Eagle Ylli dhe Vllaznia tashmë i ka po ashtu 7 pikë, pasi e humbi duelin me 70-89, sa Go Plus Pea i ka 2 fitore e 3 humbje, e në rast se Go Plus Pea e mposhtë skuadrën e Apollonis në Karagaq, do të bëhet 3-3, si kurse Apollonia dhe Vllaznia, nëse pëson disfat nga Golden Eagle 2-4, atëherë varësisht prej fitores ndaj Apollonis, pasi që ndeshjen e parë Go Plus Pea kishte humbur në Vlorë nga Fjerakët me vetëm 2 pikë dallim, 79-77, çdo fitore ndaj tyre prej 3 apo më shumë pikëve. Go Plus Pea e kualifikon në Final Four në Tiranë. Dhe ja tani vjen edhe treshja e parë e Scott Bamfortit për 52-36, 16 pike përsi. Artin Gashi e blokon atje Adem Okojën. Okej, fall. As që po protestojnë, Bilev e kishte të qartë edhe Artini se ishte e pastër kjo blokadë, si dhe qoftë, do të jenë 2 gjuajtje të lira për Adem Okojën. Radhurës të basketbolit për Go Plus Pea ka mbetur edhe dueli me Apollonin, ndërsa Golden Eagle Ylli me Vllaznin, të dyat luhen këtu në Kosovë, dhe në rast se i fitojnë këto 2 ndeshje, Golden Eagle Ylli kundër Vllaznis. Në atë rast për Vllaznin do të ishte kjo disfata e 4 dhe eliminimi direkt. Ashtu nëse Go Plus Pea e mposhtë Apollonin me më shumë se 2 pikë, pra 3 pike më tepër, atëherë Ylli dhe Pea do të jenë finalistët e Final Fourit së bashku me Beslidjen dhe Teutën në Tiranë me 25-26 mars. Sot 2 javë do të zhvillohet Final Fouri, 54-37, e përsia më e thellë prej 17 pikëve deri tash. Edhe 3 minuta 25 deri në fund të çerekut të tretë. Isaiah Jackson, Sabeckis është pranë tij. Adem Okoja, sekundat e fundit, me kthim prapa, tenton airball i tij, topit drejt në duart të Sabeckisit për mrekullin nga koshi, nuk është driblimin prapa shpinës atje në pozitën e postit të ult. Gzimorina ishte një mismatch me Jacksonin. Ja, i thot Olmosi, po e pate mismatchin, a isha shkur ti gjatë, pse s'lujte 1-1. Mirë po,
Gzimi është lojtari i cili nuk është vetjak. E pa atje Dimitrius Conjurin të vetmuar për treshë dhe dashti t'ja pasoj. Shkurti për mrekulli, depërton derën në fund, dalët nga George Gray. Dueli i dy playmakerve, i cili përfundon me 2 gjuajtje të lira të Shkurtit. 7 pikë të tij, deri tash 4-2 është nga vija gjuajtjeve të lira. Herën pari qëlloi të 2 gjuajtje të lira, ndërsa herën e dytë i huqi të dyat dhe tani përsëri e shëllon të parën për 54 me 38. Edhe herën e dytë realizon Shkurti. Për 54 me 39, kur kanë mbetur edhe 2 minuta e 40 sekonda deri në fund. Erioni për Gzimin, faul atje. Natyrisht që Tegu, Jeffrey Tegu dësht që të ndalë me faul Gzim Orinën. Ka ndalim 12 cm njëri me tjetrin. Top i vjedhur nga Bates. Mirë, po Sabeckis nuk ka top të humbur për te. Gzimi për Sabeckisin. Lëvizje bukur mashtruese me 2 rollinga atje. Sabeckis lufton e në fund topit e Isaiah Jackson përfundon. 15 plus për Golden Eagle Yllin. Holt për Shkurtin. Depërton deri në fund. Nuk ka shënim. Conjur kundër sulmi shpejt Erion Kastrati. Ndalet atje, nuk ngutet. Shkojnë me sulm të gjatë. Gray kërkon atje blokun nga Gzim Orina. Gray depërton. Nuk mirën vesh nga Conjur. Tentoj me ja pasu topin mirë, po Conjur undal. Mese të heste deri në fund do të pranonte topin nga George Gray, cili ne vrikoset atje. Gzimi për mrekulli atje e tregoj vetën, ndihmoj atje te playmakeri, bëri presion dhe u kthye prapa. E Holt në tentim për të bërë blok për të ndalë. Nuk e pranoj topin si duhet dhe e humbën këtë sulm. 54 me 39, 1:30 deri në fund. Faul në sulm është ky Donata Sabeckasi. Erion Kastrati diskuton atje me referin Sergio Gjonin. Ankohet që 2 herë nuk po vendoset si duhet. Megjithatë, Sabeckis ishte i pakujdesshëm. Ishte faul në sulm, 54 me 39, 1 minutë e 20 sekonda deri në fund. Luftë e madhe Conjur. Sabeckis edhe një herë kundër sulmi shpejt. Nuk ngutet mja pasu Grejt, atje për mrekulli punon me Gzim Orinën. Ja kthen tani Grejt i vetmuar, nuk realizon, por Sabeckis edhe një herë e merr topin. I jashtëzakonshëm është. Lituani depërton deri në fund, nuk realizon George Gray kundër sulmi shpejt. Adem Okoja ishte i vetmuar. Jacksoni ka presion nga Kastrati. Shkurti tenton me depërtu, por korridorët të mbyllën. Sabeckis, çfarë mbrojtje e mire Sabeckisit. E këtu spati çka me bo Halalikov, Jalen Batesit me hap prapa realizon për 54 me 41. E zbret avantazhin 13 nga maksimumi prej 17 pikëve sa ishte. Edhe njerë Sabeckis deri në fund.
Dhe qereku i tretë mbyllet me rezultat 54-41. Edhe këtë qerek e fiton skuadra e Golden Eagle Yllit 13-10. Është ky qereku me më së paku pikë të realizuara. Mbrojtje më të mira, më të fuqishme të dyja skuadrave, po dhe koncentrimi pak ka ra. Sidoqoftë momentalisht lojtari vetëm në parket me pikë dyshifrore është transferi i ri i Golden Eagle Yllit, Amerikani playmakeri 23 vjeçar, 182 cm, Brian Pass. Lojtari i cili erdhi nga elita e Serbisë, edicionin e kaluar ka luajtur në Çipër, ndërsa para ardhjes në Evropë ka luajtur në Kolegjin Amerikan North Carolina, një lojtar kualitativ në një prej programeve më të mira universitare North Carolina në NCAA. Brian Pass pra me 11 pikë, 3 asistime për 11 minuta loj. Nuk e ka shfrytzuar shumë sonte pa kolmos, veç sa për me nxe me apo aftësit në loj, por edhe këto mjaftuan që ai të bëhet lojtari më efikas. E në anën tjetër, përshëndetje edhe nga ne. E në anën tjetër, Donatas Sabeckis është lojtari më i dobishëm në loj, pra 5 pikë, 7 kërcime, 5 asistime edhe 2 blokada të Donatas Sabeckisit. I shkëlqyeshëm, në vërtet Sabeckis. 8 pikë i ka Erioni, dhe nga 7 pikë kanë mbetur me ato pikët e pjesë së parë tandemi Josh Gray dhe Gzimorina. Në anën tjetër tek skuadra e Apollonis kemi 2 lojtarë me nga 9 pikë, Jackson dhe Shkurti. Jacksoni i ka dhe 6 kërcime, 3 asistime. Jalen Bates dhe Austin Holt i kanë nga 6 pikë po ashtu, ndërsa Holti pra i ka dhe 8 kërcime. Me 8 pikë të pjesë së parë mbetet Quincy Ademokoja. Po futemi në qerekun vendimtar të ndeshjes parafundit të pjesë rregull të kampionatit si vjetëm të Ligës Unike, pra është ky edicioni i 5 jubilar i ligës, e cila ka bashkuar sportin barkombëtar shqiptar, pra basketbolli është ai sport i cili e bëri këtë faul. I Brian Passit kërkon trajneri Christos Kusidis faul jo sportiv. Është karakteristik të themi se sonte pra skuadra Apollonis ka udhëtuar me 9 lojtar, ndërsa sonte po luan me 6 lojtar. Vetëm Jeffrey Tegu është ai i cili po futet kohë pas kohe. Arma kryesore, Amerikani DJ Campbell, Alu Fundori, është i lënduar dhe nuk po luan sonte kundër sulmi shpejt Conjure. Atje Deporton Bates e blokon Gzimorina, pranë tij Bates është i shpejt, shkon deri në fund, coast to coast. Jalen Bates atje pengon në mbrojtje i mirë, e kap sulmin, e kap topin, shkon në kundërsulm dhe realizon për 54 me 44. Tentimi Conjurit për 3 pikë dhe është ky faul i Austin Holtit. Tentim për 3 pikë. Do të jenë 3 gjuajtje të lira për Dimitrius Conjurin, i cili në Ligën Unike ka 100% të efikasitetit nga vija gjuajtjeve të lira. Çka do që ka gjuajtur ka realizuar Dimitrius Conjur. E ruan
efikasitetin e tij të 100%. Edhe herën e dytë realizon. Pastaj 6 me 44 e përsia maksimale e Golden Eagle Yllit ishte ajo për 17 pikëve me këto 3 gjuajtje të lira të njëpasjeshme të realizuara nga Dimitrius Kangër, e përsia rikthehet në 13. Brian Pass bën pressing atje në shkurtin, nuk e lejon me pranu topin, ja po e shihni atje. Jackson në brendi, çfarë blokade atje, si me magnet ja kap topin kapiteni Gzim Morina. Jo, këtu nuk ka kalim, thot kapiteni. Do të kemi rishikim sipas gjitha gjasave të situatës nëse ka prekur topi rrethin apo jo. Pra topi ka prekur rrethin 14 sekonda. Dhe vendosni blokun dhe vraponi anash. Janë fjalët e trajnerit Kusidis. Lufton atje Holt me Gzim Morinën, blokade Gzimit i cili u godit atje pak. Megjithatë, çdo gjë kalon shpejt bloki Gzim Morinës. Brian Pass atje i ndjekur në hapën nga shkurti, për mrekulli për Gzim Morinën, i rrshet topi me hap prapa. Megjithatë nuk dorëzohet gjuan, kthehet prapa në e përmirëson Bates, Holt e huq. Mirë po Bates e përmirëson për 57 me 46. Pika e 10 e Batesit, tani Odisir Shkurti dhe Bates, 2 lojtar të faul atje i Gzim Morinës, pikërisht ndaj kapitenit Shkurtit, i cili aktualisht ka 10 pik. 10 pik i ka dhe Bates, 2 lojtarët e Apollonis. Do të kemi përsëri rishikim nëse ishte faul jo sportiv apo jo. Është vetëm faul i thjesht, sepse dora e Gzim Morinës shkoi në top, nuk kishte qëllim që ta ndalë në mënyrë jo sportive. 57 me 46 mbetet 11 pike përsi për Golden Eagle Yllin. Tek i cili me 11 pik, Brian Pass është më efikasin, anën tjetër me nga 10 Shkurti e Bates.
Holt për Adem Okojan. Ndalet në mënyrë të palejuar atje Holt, nuk e mbyllën mirë, lejuan kërcimin në sulm. Është ky kërcimi i 31 i Apollonis, i 9 në sulm. Nga rastet e dyta deri tash kanë realizuar 9 pikë, kjo është pika e 10 e realizuar e Apollonis pas kërcimeve në sulm. Në anën tjetër 6 piki ka Golden Eagle Lulli, pika 11 me 6 nga second chance points apo rastet e dyta të përmirësuara pas kërcimeve në sulm. Brion Paz dhe Shkurti po luan presion, po i bën presion të madh Shkurti atje Brion Pesit. Pick and roll Gzimorina, ja përbiron disi topin, i cili vjen te Gray dhe asistimi i Gzimit, i dyti për sonte, dhe pika e 10 e Grayt, i cili së bashku me Pesin janë dy lojtarët e Golden Eagle Lullit me pikë dy shifrore. Shkurti bukur atje me rolling, tenton, nuk realizon. Gzimorina më i larti në kërcim. Pick and roll i dy ish reprezentuesve të Slovenisë, të cilët e lanë tani Josh Gray atje nga distanca e madhe, lanson për 63 me 48, pra 2 treshe të një pas njëshme të Josh Gray, 13 pikë të tij tani më efikasi. 3 treshe nga 5 tentime ka Josh Gray, 13 pike, 3 asistime të tij. Gzimorina i vetë. Gzimi si në gjuajtje të lira atje. Tentoj Brion Paz ka radhe, e përsia shumë shpejt shkoj në 15 për mrekulli. E këtu e në kundër sulme që i ka për merak. Me të vërtet Allruz basketbolit s'ka këtu lodhje, një baseball pasim i thjesht e përcjell lojtarin i cili është në kundërsulm dhe bum, në anën tjetër Erion Kastrati nuk arriti që të përgjigjet me treshe, e prishi efikasitetin e tij të 100% për 3 pikë. Ishte 2-2 deri te ky tentim. 13 pikë të Josh Gray, 11 pikë të Brion Pesit. Erioni ulet për me pushu. Dhe Conjure komplet pesha, pra Artinga, veç Josh Gray mbetet 4 lojtar zëvendësohen. Artingashi, Arjan Çallaku, Sabeckis dhe Liz Shoshi inkuadruar në loj. Të gjithë lojtarët i ka inkuadruar në loj sonte, i ka shpërndar minutat treneri Paco Olmos, më së shumti ka kaluar në loj Josh Gray 19 minuta dhe vazhdon të mbetet edhe më tej në loj. Sabeckis për Artingashin, Arjan Çallaku nuk gjuan atje Artini edhe pse pati pozitën i lirë. Sabeckis depërton me një floater, realizon për 65 me 50, rumbullak 15 pike përsi. Kur ka mbetur më pak se 5 minuta loj, Jackson nga një pozitë vështirë, airball i tij. Tegu atje ka kontakt, Sabeckis për mrekullin, dalët është ky një ndalje, një taktre me 2 këmbë atje pas hapit parë. I shkëlqyeshëm Donato Sabeckis, 7 pikë të tij, 7 kërcime, 5 asistime, 2 blokada, fenomenal. 13 pike, 3 asistime, 2 kërcime, 2 topat vjedhur i ka Josh Gray. Timeout ka kërkuar treneri Christos Kusidis. Është në rrugë të mirë Golden Eagle Lulli që të realizoj, që të shënoj edhe fitoren e tretë në edicionin e si vjetme të Ligës Unike, pjesa e rregullt e kampionatit në grupin B.
Thash Golden Eagle Ylli është fituesi i edicionit të parë historik i Ligës Unike. Liga Unike, e cila është pionere dhe themeltare e Bashkimit të Sportit Mbar Kombëtar Shqiptar, me 10 shtator 2021 në Tiranë, në prezencë të kryeministrit Edi Rama, aso kohe 2 kryetarët Arben Feta Avni Ponari, në prezencë të edhe aso kohe kryetarit të FIBA Evropës, Turgaj Demirellit, u themelua liga e cila ja pra si vjet, po e feston 5 vjetorin, edicionin e 5 në fakt, ku kampion i pare historik është pikërisht Ylli, Peja në 22-ën, Trepça 2024-ën dhe Vllaznimi 2025-ën edicion e kaluar. Si vjet Final Fouri mbahet me 25-26 mars në Tiranë. Çfarë blokade e Artin Gashit për mrekulli e nxehën atmosferën aty. 67 me 50. E përsia më e thellë përsëri për 17 pikëve Sabeckis për Lisin, i cili ja dorëzon topin, i bën blok atje të 2 fish për mrekulli, po funksionojnë Sabeckis dhe Lis Shor. Ufa! Josh Gray bon ring i shpill, kreti sill dhe në fund topin e dërgon në vend për treshën e tij të 4, i arzakonshëm 69 me 50. Erdhi përgjigje me treshë, nuk e pam kush e realizoi 69 me 53, Lis Shoshi lufton atje me Holtin. Me tabel, me kthim, Holt luan mbrojtje të mirë, e pengon Lisin. Ishte Bates, ai cili realizoi treshë, edhe një tentim i Batesit, lufton atje Artin Gashi masiv në këto 2 sulmet e fundit. Është Artin Gashi me mbrojtje të shkëlqyeshme. Sabeckis, rolling i tij, edhe i dyti. O simfoni e këtij djaloshi, i shkëlqyeshëm. Me të vërtetë është kënaqësi dhe lezet me shiku se si luan Donata Sabeckis. Për lojtarët e ri të basketbollit kosovar, këshirni lojrat e tij, këshirni çka po bën, edhe mësoni. 73 me 53. Asistimi Sabeckisit për Lis Shoshin është ky asistimi i tij i 6. Realizon Holt. E zbut disavantazhin më të thellë në 18, 73 me 55 tani. 2 minutat e fundit, Sabeckis depërton deri në fund, ka mundur edhe të lëndohet, kosh faul, 75 me 55. Është kjo pika e 13 e Sabeckisit, e huq gjuajtjen e lirë, betët 20 pike përsi, 13 pik, 8 kërcime, 5 asistime, 2 blokada, maqin e vërtet Sabeckis, tentim për 3 pik, e kap këtë top Jackson, Adem Okoja, Lis Shoshi më në fund e kap dhe Josh Gray thot ndaluni, dhe qetësoni. Gray e kthen për Artin Gashin, i cili depërton, dhe edhe Artin Gashi realizon 4 pike, 3 kërcime të tij. Sabeckis e kap këtë top, thot ndërprerë dhe tani pak minuta dhe për Shqipron Ahmetin, e tash pra me inkuadrimin e Shqipron Ahmetit të ri, komplet krejt 12 lojtarët e Golden Eagle Yllit janë angazhuar në lojë nga trajneri Pak Olmos. Tegu
Për 77 me 56. Edhe herën e dytë realizon 77 me 57. Artin Gashi dalet në mënyrë të palejuar. E rikthene përsin më të thellë prej 22 pikëve, 79 me 57. Është kjo pika e 6 e Artinit. Duar trokitje për dikur kapitenin e Golden Eagle Yllit. 80 me 57, 3 vjet ishte për shkak të lëndimit të gjurit, operimeve, ishte jashtë basketbollit, u kthye para 1 vit e gjysmë Artin Gashi dhe gjithmonë opa sa bukur atje. Shqiproni depërtoi, tentoi me pasu atje. Në mes nuk e përcollën si duhet. Nejse, edhe ashtu topi u dëbua jashtë. Tentimi Shqipronit, atje për Allaj Huk me Lisi nuk shoj si duhet. Në anën tjetër, Jalen Bates tentoj me ngulit mbi të gjithë Shqipron Ahmeti. Për Lis Shoshin, i cili po don mja dhon Shqipronit me gjuajt për 3 pikë. Sekondat e fundit, ja dhe Sabeckis, edhe njerë Shqiproni, Okej, dhe ndeshja këtu do të përfundon rezultatin 80 me 59, 21 pike përsi, ra fitore e Golden Eagle Yllit. Josh Gray me 15 pike, 4 asistime më i miri, Sabeckis 13 pike, 8 kërcime, 7 asistime dhe 2 blokada, 11 pike për Breon Pesit, me të vërtet një lojë fenomenale Golden Eagle Yllit. Së shpejti do të jemi edhe me intervistat e 2 trenerëve.